Gjetëm, të falenderoj për temat që hapni çdo herë, do të thënë janë me interes edhe të opinionit. Faleminderit edhe juve që janë. Faleminderit juve. Por desha të bëj një pyetje, domethënë, në qoftë se unë, për shembull, zbuloj një trashëgimi të babës, pronësore, e kam dëgjuar diku. Dhe në qoftë se domethënë i kanë vdek babait, motrat edhe vëllezrit. Mund të ketë një motër gjallë, tjera që kanë vdek. Motrave edhe vëllezrit që i kanë vdek, i takon ndonjë pjesë e pasurisë të babait? Po, i takon motrave që kanë vdekur fëmijëve të tyre, patjetër. Me ligj të Zotit, por edhe me ligjin e Kosovës, unë mas jetoj në Kosovë, në Shqipëri nuk e di, edhe me ligjin e Kosovës, çdo gjë çka është në emër të babës tem, baba jem e ka emrin Rasim Berisha, dhe nëse unë e vdes, vajza ime patjetër nga gjykata thirret për shembull vllau im ose djali i vllaut ose dikush ka mit prej fëmijëve të babës tem, thot unë po du me marr për veti, po gjykata nuk ja qet në emrin e vllaut tim pa pyet a ka motra, i kanë vdek motrat, a ka fëmijë të motrave, atëherë mundet me qit. Kjo është e njëjta edhe me ligjin islam. Po edhe me ligjin islam ka një dallim. Nëse djali im bëhet qafir, pa besimtar, jo krishter, po pa besimtar. Jo, edhe krishterët e sotshëm që janë. Qëse djali im thot unë nuk besoj në Zotin. Atëherë unë kam drejten edhe ligji i Kuranit thot ky nuk ka të drejten në pasuninë e babës vet. Kjo në Kosovë nuk është. Për shembull, unë e bëhem ateiste, edhe burri im thot më fal, deri këtu i kemi nda rrugët. Dhe ka të drejten mos me ma dhënë trashëgimin, mehrin, dhuratën, sepse unë kam dalë prej fesë. Por këto e vërteton prap gjykata. Jo unë me thënë unë jam ateiste, s'du me besu. Jo, gjykata e vërteton, a ke dalë ti vërtet prej fesë, këtu nuk merr hise. Qose ajo pasunia është e gjyshit tonë, mirë po, fëmijët e vllaut, motrës që kanë vdek, janë ateista, janë pa besimtar, aty me nuk i takon. Kjo me Kur'an, jo me ligj Kosovës, me ligj Kosovës krejt i takon. Pjesa me Kur'an është si pjesa e familjeve mbretërore që përjashton një pjesëtar të familjes prokurore mbretërore, se thyen kodin e rregullat e familjes mbretërore. E qartë kjo deri diku, ata që e kuptojnë. Unë këto se kum ditë, unë veç nga aspekti fetarit. Po ka dhe familja mbretërore në qoftë se thyen rregullat i hiqet e drejta trashëgimisë. Po rregullat është ndryshe, ama me mu bë vajza, me u martu për një të krishter, nuk del prej trashëgimisë, sepse ajo bën mëkat. Apo kupton, bën mëkat, ama nuk bëhet jo besimtare, s'beson në Zotin. Ai beson, thot unë jam ende muslimane, po jam martu me një të krishter, unë e du, s'ki çka i bën. Atëherë, na si musliman, si prindër, na nuk guxojmë me largu vajzën prej trashëgimisë, ani pse u ka martu me një të krishter. Por nëse vajza ime thot unë prej Zotit, nuk i besoj Zotit, simas ligjit sheriatit nuk i jap kurrë, mirë po nëse ajo e merr me ligjin e Kosovës, atër s'kishka me boj, ngrej durt, mirë po nuk është e drejt kuranore.